Unë kam qenë një dëgjues ose një person i jashtëm për këto 8 vite për urdhën e psikologut, kam qenë aktiv si një antar i urdhës psikologut, kam qenë iniciator në punët vullnetare që ka marrë urdhës psikologut, ajo që ka qenë 2 periudat që ka pasur vendi jonë, periuda e tërmetit dhe ajo e COVID-19-s, kam qenë aktiv. Të gjitha këto më kanë nxitur edhe biseda që kam bërë me kolegë, më kanë nxitur që pse jo të mos jesh edhe ti një antar i këtij urdhri, sidomos atë situatat e ndodhur së fundmi. Do doja që të isha një zë për të gjithë ata kolegët e mi të cilët neve bashkëbisedojmë apo kanë probleme apo duan të përmirësojnë akoma më shumë, sepse ne jemi në Shqipëri kemi urdhrin e kemi shumë të brisht. Ka 8 vite që është ndërtuar. Janë bërë gjëra shumë të mira, ka mundësi të bëhen akoma gjëra më të mira, të përmirësohen. Prandaj mendoj se nëse unë do të jem pjesë e këtij urdhri, do të ndihmoj ose do ngre zërin për të rregulluar disa gjëra. Për shembull, praktika nëpër institucione shumë studentëve të rinj që të cilët mbarojnë shkollën. Do doja që kjo gjë të rregullohet dhe t'u jepet mundësi studentëve të cilët janë në procesin e praktikës dhe të rilicencimit. Mendoj se do të rishikohet kjo gjë. Mendoj se do t'u jepet një mundësi më e gjerë, sepse ka disa lloj ngërsesh ligjore.